Ndjeni të pavullnetshëm, depresiv dhe të pamotivuar? Shkaktari do të mund t'ju befasoj. Në të vërtetë, është treguar që dopamina në tru, motor, i cili lëviz motivacionin ton, ndikohet nga inflamacioni. Konkretisht, inflamacion kronik, por i budh. Kur trupi ynë lufton me infeksionin apo është i orientuar në shërimin e plagës, me grurin komandon mekanizmi i cili kalibron motivacionin. Përkatësisht e zvogëlon atë në mënyrë që të mos shpenzojmë energji të tepërt në gjërat e bëra të cilat nuk janë të rëndësishme për shërim, shpjegon profesor Michael Tridui. Thënë laikisht, nëse në trup keni inflamacion, niveli i dopaminës do të jetë më i ulët dhe do të ndiheni emocionalisht keq dhe të pamotivuar. Për shembull, nuk do të keni vullnet për ushtrime apo për të shkuar në punë. Inflamacioni ndonjëherë është i vështirë të detektohet. Nëse keni simptoma të dhembjes së kokës, krup, ënjke, puçra, lodhje, shtim të peshës trupore, alergji, astmë apo humor të çuditshëm, lehtë mund të jetë që në trup ju ndodh procesi inflamator.